Sot kemi ardhur në Tiranë, këtu lart janë zyrat e ADF-s. Pse kemi ardhur ke ADF-ja? Sepse është financuesi kryesor i këtij projekti dhe ne mendojmë si qytetarë që përveç se është dhe projektuesi, është dhe ai që ka vënë dorë për ta zgjeruar sa më tepër projektin për të përfituar sa më shumë lekë. Thelbi kryesor është urdhë. Këto janë me gjithë kuqe, s'ka më qytet. S'ka më qytet dhe i kërkojmë në këtë rast i kërkojmë të gjithë qytetarëve, pra edhe në rrjetet sociale, sepse thon gabim, sa mirë do ju bëhet. Jo, më nuk është ashtu, është budallik, nuk është ashtu, përshkatërrohet qyteti. Në një ditë bukur vere me datë 26 gusht, rasti shikojmë fletorën zyrtare, ishte botuar kjo VKM-ja për këtë planin e shpronësimeve. Se këta punojnë edhe në gusht, qeveritarët tanë, janë shumë punëtorë. Mafia. Dhe kemi ardhur këtu ka ADF-ja ke këto zotëri tu. Tu themi që a e din këta që ne jemi pronarët atyre por në anajojnë këta. Projekt, mua më qëllon të kem fatin që e keq që t'jem pjesë e prishjeve që ndodhin në këtë projekt, por ndërkohë, duke qenë që jam në profesion arkitekte urbaniste, i kuptoj të gjitha problemet dhe të gjitha gabimet që janë bërë që nga faza e projektimit, e miratimit, e hallkave shtetërore dhe private, dhe kjo ishte një nga arsyet të cilët ne, të gjithë si grup, ju futëm me vendosmëri për të kapur gjithë sistemin, gjithë linjën e projektit. Ndryshe nga të gjitha protestat e tjera, ne po përpiqemi të ndjekim faktin që në këtë vend projektet bëhen pa dieni, jo vetëm pa konsultim, po pa dieni të njerëzve që jetojnë në zonat ku implementohen projektet. Kjo është një praktik jashtëzakonisht e keqe, jo vetëm për faktin, sepse fut shumë gjëra që kanë lidhje me klientelizmin apo me lidhjet e pushtetit, por sjell në vetvete shumë gabime dhe shumë situata të cilat dalin te kjo që shohim ne sot.